Mirëmëngjesi edhe sot. Ju përshëndesim drejt për së drejti nga Reze Dielli. Jemi në kuzhinë për të nisur me njerë me recetat, por më pas do të jemi në këndin tonë të bisedës. Kështu që na ndiqni për të kuptuar më shumë rreth tematikave që kemi zgjedhur të flasim. Sot jemi në fakt me doktor Shkëlqim Balilin për shëndetin e grave, për rrobat intime, për veshjet të cilat duhet të përzihen dhe ato kanë një mënyrë se si ne të mbajmë shëndetin tonë intim. Albana, mirë se të gjeta në kuzhinë, me produktet gati për të kënaqur ambisat. Filloj direkt me. Kemi një kek. Dje u thash me... Po shqyr, se na kishte marmalli për një qik kek në mëngjes. Tani që i shkon i vjen me një akullore, kësa i shkon i vjen, po më bëhen dy ëmbëlsira dhe kam të vajzën këtu që thotë, po bol pra bol, jo po trigliceridet, jo po kolesteroli, ha pra Albana bol. Edhe kështu si kur majtë unë e kam pas mirë, më jep të drejtë. Shumë të drejtë jep. Kujdes. E ma mirë se kur tha Ylli dje që, në mregull se si kete a ishte larta, thash me vete. Ullshove prapë Albana avazin. Jo. Prapë Albana avazin. Me kujdes. Atëherë, me dardhët në shërbet, që kam edhe dardhën që e kam këtu. Ato që gatuam dje. Po, shiko. Ja, i tilë do t'jetë shërbeti. Sa të mirë pas skandal, se si pam dje në këto se... Si mjaltë, një sekundë se... Duhesh një kohë për t'u... Po, duke vendosur edhe limonin nuk në gjitë. Moj liskur. Tani këto do t'i shpëtosh për... Nefs madja, nefs pik Albana, s'ka... Ne kemi më të bukur se fjalë, për ta përshkruar një njeri që ka nefs. Ja. Atëherë, sherbeti, i plot, i trashëm, i plot se sa sherbeti zakonshëm. Sepse në fillim dua të bëj glazurën. Ja, po shkaq, opa. I vë dhe kapakun dhe e largoj se nuk më duhet. Marrim pra nga sherbeti i dardhave për përgatitjen e kekut me limon dhe lëkur dardhash, të cilat i kemi ruajtur që nga dita e djeshme, kur përgatitëm dardhat në sherbet. Ja ku kam limonin. Kemi recet që dje. Ja, opa, ja ku kam limonin. Që mos i vendosim. Kjo është glazura. Dhe glazura që unë dua të vendos, a ju thash që lëkurat e dardhës unë do t'i përdor? Po, i ke ruajtur në ujë me limon, që të mos nxien. Shtoj dhe lëngun e limonit dhe normalisht me një lugë bukuroshe simpatike, unë jaku i kap dhe i vendos të gjitha tek glazura që unë dua të bëj. Nëse, patjetër që kjo është një ujë i pastër, e kulloj, i vendos limon dhe e përdor për detox. Pra, në 3... Dhe nga lëkurat e dardhave, çfarë të kenë lëshuar ato. Kjo është diçka... E punoj glazurën. Derisa kjo mas të bëhet si e më ndafsht. Por du t'ja ullë në nxehtësinë, që mos ta djeg. Dhe e lë më njanë. Opa këto. Ndërkohë njim me përbërësit e tjerë të kekut. Përbërësit kryesor të kekut që janë. Shtoj. Direkt vez. Vezët më simpatike si asnjëherë që O Vital si gjithmonë. O Vitali afron, Niki shpjegimin e pason. Ti kekun e përfundon. Ndërkohë flet më shumë se sa unë pjesa e spotit e reklamës që O Vital ka zgjidhur për shikuesit tam, por duhet thënë që vezët janë një nga produktet më të shëndetshme, kanë proteina, kanë omega 3, në momentin që ato konsumohen, sigurisht që na ndihmojnë në shumë procese, përveç se na mbajnë të ngopur. Dhe është një mënyrë e mirë për ta nisur ditën me një kokërvez O Vital. Ne i përdorim faktikisht vezët në gatime të ndryshme, në vakte të ndryshme. Mund të themi që janë ndër produktet më të përdorura në kuzhinë. Shtoj sheqerin, ku është sheqeri kristal dhe te glazura është sheqeri pluhur. Po. Opa, t'jap edhe këto këtu.
I ra aq sa mos të dëgjoj kërcitjen e sheqerit, po dhe nëse e dëgjojmë. Po ma aq përgjithë sa do bëhet, prap do tretet. Do tretet. Sheqeri tretet dhe asgjë nuk mbetet përveç masës likuide që krijohet duke i shtuar qumësht. E pason vaj. Sikurse direkt do të shtoj dhe pluhurin pjekës ose sodën çfarë keni ju në shtëpi. Pluhuri pjekës ka aromën dhe njëti funksion si soda jep volum në brum. Jep volum në brum, jo sepse këtë e them unë. Ka primën. Ka pritmin. Nuk ka shumë punë. Lëre me se e bëj unë. Po shkoj të flequ. Që tani? O që të bësh më vonë ti? E shkërqim balili. Lere, tani lëre me këto bejtet se do t'i vazhdojmë më vonë. Shtoj një mas gjë riratë, shise. Fondrati? Të them të drejten, unë më par kam par shumë ëndra. Dhe i kam edhe të shënjuara këto ëndra, më dalin. Të dalin, në? Por tani, duke urinuar, kujtesa më kam baruar. Nuk i mbaj mend më. Ti shpjegon ti do të ëndër, për shumë kur thua dikuj që shiko kam parë ëndër, sikur... Po me thënë të drejtën po. Po. Çfarë është kur shep në ëndër, sikur gjen monedha? Plot, monedha. Ama në keqe nuk e shpjegoj, vetëm më jep di mua dhe mbaroj. Tani këto monedha të shpasuri, kurse ato të voglat janë fjalë. Kështu si edhe unë me dëgjuar e kam, se nuk e di. Lafe. Ato këllet e shkreta. E di pyesim që kanë vicat tona, çfarë ëndra shohin ato edhe si interpretojnë. Lerë, mos pyet. Ke parë ëndër? Kanë parë dhe më kanë parë. Nëse ke parë ëndër, mos më shi vëngër. Ndroj mua ëndra që ju keni parë, si interpretoni, na telefononi, do keni numrin në ekran dhe le të flasim çik për ëndrat. Atëherë. Ato në gjumë. Lëngun. Jo ato me sy hapur. E frutave të thata. E largoj dhe i lë. Pa. Se më rimondet ato mangërët më emen, ëndra janë bëvaki dhe dalin. Po pse mos të dalin, le të dalin. Po kush e ka dhe shpjeguar dhe kush e di që po shper në ëndër këtë lloj shpjeguesi ëndrave. Monedhe, ti do të marrësh këtë shpërblim në jetë. Shpërblimi më i madh në jetë është veprat që ne bëjmë në përditshmëri. Absolutisht. Është mirësia jo. Dhe pse mirësinë faktikisht e marrin për pikë të dobët e marrin. Por ti bëj punën tënde, ti ndiq rrugën tënde, se të gjitha gjërat në jetë vinë vetë. Faktikisht ëndrat e mia janë shumë të bukura. Përveç atyre që unë çfarë shoh në gjumë. Mirë, po flasim për këto. Por ëndrat e mia janë shumë të bukura. Dhe besoj kur ëndrat e tuaj këtë bukura dhe i ndërton bukur, një vend të vogël parajse ti do ta gjesh. Parajsa është këtu, çfarë bëjmë këtu? Lëra në atë botë. Pra, do ta gjejmë. Mbas veprimeve që bëjmë do ta gjejmë edhe vendin. Njerëzit nuk i rrit vlerat, njerëzve nuk i rriten vlerat për shkak të statusit apo fjalëve apo për bravo. Po për ato veprime dhe sjellje që ato kanë me të tjerët. Tani unë dua që të dëgjoj pak anvisat. Me që ti do të dëgjosh anvisat, unë ika. Na tregoni ëndrat çfarë keni parë dhe a ju besoni ëndrave, si interpretoni, si shpjegoni ju ato, na tregoni ndonjë ëndër të çuditshme që keni parë këto ditë. Ndërkohë që ne ju ëmbëlsojmë me kekun, me limon dhe me lëkurë dardhash. I lexojmë pak përbërësit së bashku se çfarë përmban kjo recetë.
Shumë prej jush ne kërkojnë që t'i lexojmë her pas here përbërësit kështu të shkruar, po përgatisim pra kek me limon dhe lëkurë dardhash. Ju duhet një limon i madh, Albana tani po e qëron, po merr atë pjesën e ekstraktit të lëkurës, cipës. Sheqer ju duhet 180 gram, më pak se një gotë, 70 ml vaj vegetal, 50 ml qumësht, 3 vezë, 250 gram miell, 10 gram plur pjekës, një filxhan çaj me fruta të thata, mix, një lugë çaj me gjalp dhe lëkura të dardhave. Për glazurën që përgatisim, na duhet sheqer plur dhe 2-3 lugë gjelle lëng limoni. Ne për këtë pjesë të glazurës kemi marrë nga sherbeti i dardhave të zjera dje që përgatitëm, nëse na keni ndjekur. Atëherë, opa, nuk të si dua, nuk janë për mua. Vetëm limonin e ka marrë hua, ku të bëqajon, hazi tjetër, shiko. Po të duam, këtu vendosim një letër, ose në të kundërt. Pak vaj për të mos ngjitur kekut. Pak vaj. I japim një lyerje ashtu siç e do zakoni. Dhe më pas furën në gradën ju si të doni, po siç duhet. Si do zakoni furën unë. Nëse lyej unë tavën. Urdhëro dhe vendos furën në. Se ngrohet shpejt. Ne nuk e vendosim po su ngroh sa që duhet, sepse na bie volumi i kekut. Ja, vendosim brumin. Tav, ose me letër, ose me vaj në fund, si ta keni ju mundësinë. Tek 200 gradë, që të piqet rehat, pa tjetër, që e ka një shtrat, dhe shtrati nuk është mesatar, është pak i trash, por juve nuk ju shqetëson fare kjo gjë. Gjë që brumin të derdhet e lë. Kjo është trajta që do të ketë brumi kekut ton me fruta mix të thata, me lëkur limoni dhe lëkura dardhash. Po, e lë paksa të rehatohet. Derisa të ngrohet fura. Derisa fura të ngrohet dhe më pas brumi mirë të shtrohet. Po, që kur të piqet të mos forcohet. Kalojmë te mesazhi promocional. Duhet jetë pjekur ndoshta? Po e provojmë. Në të kundërt sërish të vendos, tani nuk është me rrezikshme sepse ka marrë atë fryrjen, por kam përshtypjen se i duhet akoma kohë Albana. Kështu që glazurën Avisa do të kenë mundësi ta shohin, si fe? Duhet, në fund ne bëjmë një çarje këtu që po, e kemi bërë vetë çarjen në mes. Më mirë vendosim në furrë sepse lëm të piqet edhe pak bashkë finalen si duhet dhe